Ebu Hurerja radiallahu anhu transmeton se i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë se Allahu i gjithfuqishëm thot: çdo vepër e birit të Ademit i takon atij përveç agjërimit. Vërtet ai më takon mua dhe unë e shpërblej për të. Agjërimi është mburoj. Kur ndonjëri prej jush agjëron, të mos flas fjalë të turpshme dhe as të mos e ngrej zërin. Nëse ofendohet nga dikush ose sulmohet, le të thotë: unë jam agjërueshëm. Pasha atë në dorën e të cilit të shpirti i Muhamedit, era e gojës së agjëruesit është më e këndshme tek Allahu në ditën e gjykimit se sa era e miskut. Agjëruesi i ka dy gëzime me të cilat do të gëzohet. Kur të bëj iftar, do të gëzohet me iftarin e tij, dhe kur të takohet me krijuesin e tij, do të gëzohet me agjërimin e tij. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com. Ramadan, welcome